shpesh edhe po I them klientave edhe dashamirëve që këtu është një mini Gjermani. Përveç që ofrojmë banesën, e ofrojmë edhe jetë. I kena për rëndësi gjelbrimit. Është një prej pikave kryesore të organizimit, projektimit edhe të banimit. Produktet janë punuara me dorë në çdo objekt. Mirë se erdhët në kompleksin 3. Unë jam Gojard Grainca, arkitekt I kompanisë Erta në kompleksin 3 dhe ndodhemi në lagjen Kalabria, e Shemshiri që I thojnë më të vjetrit, Kalabria, në pikën më të lartë të lagjes Kalabria, ku nga këto, edhe siç e patë edhe në pamjet e juaja, shihen 3 qytetet e Kosovës, shihet Prishtina, pjesa më e madhe e Prishtinës, shihet Obiliqi edhe Fushë Kosova. Hapat e parë në 2021, pastaj fillimi zyrtarisht ka filluar në 2022 në maj. Kena realizu dhe jena duke realizuar një kompleks modern që në ato ja vlerë Prishtinës me ndërtesa 6 kaqe, duke filluar me përdhejsen e cila shfrytëzohet për banim dhe 4 kate banim dhe kati fundit penthouse. Jena në realizimin edhe afër përfundimit të kompleksit 3 e cila përmban 10 ndërtesa. Kena përfundu zyrtarisht edhe për banim ndërtesën 1 dhe 2, me të cilat edhe kena edhe pranim teknik për këtë ndërtesa. Jena afër zyrtarizimit edhe për ndërtesën 7 dhe 6 dhe jena në fund vitit besojmë shumë fuqishëm që po përfundojmë komplet kompleksin 3 duke realizuar një ëndër tonë që ne kena besu në këtë projekt, edhe të cilët po e shijojnë edhe banorët që janë duke banuar tash në kompleksin tonë. Shumë shpejt dhe kena fillu shumë shpejt dhe në ndërtimin e kompleksit 3A2, cila do të përmbaj 5 ndërtesa në pjesën lindore të kompleksit 3A1 dhe shumë afër jena me fillimin e kompleksit 3A3, cila besoj që do të filloj në shtator të këtij viti. Me përmbylljen e këtyneve besojmë që do t'japim një dhe I kena dhënë një vlerë të shtuar Prishtinës. Fillimisht masi edhe jena biznes familjar, na kena fillu ndërtimet qysh në vitet e 90-ta, vitet e hershme të viteve 90-ta, dhe gjithmonë kena pas një ëndër që Prishtinës dhe Kosovës t'ia falum një ndërtim, një kompleks modern. Kena ndërtuar në Ferizaj dhe jena zhvendosur në Prishtinë për t'ia ofruar Prishtinës një komoditet, po quaj, një komoditet edhe një ekskluzivitet për banim. Jo vetëm e keni pata edhe vetë me pamjet e juaja sa I kena për rëndësi gjelbrimit. Është një prej pikave kryesore të organizimit, projektimit edhe të banimit. Na shpesh edhe thojmë që këto nuk përveç që ofrojmë banesën, e ofrojmë edhe jetë, për shkak se këto nëse ka gjelbrim edhe lun në mënyrë psikologjike edhe për banim. Andaj gjelbrimi është një pikë kogja e rëndësishme e kompanisë edhe e kompleksit. Përveç saj është kompleksi tipi mbyllët. Kur po them tipi mbyllët nuk ka me pas vizitor të jashtëm që mund me prish edhe sigurinë edhe qetësinë e lagjes. Andaj edhe kena banim në përdhes, nuk kena lokale përveç 5 lokaleve që janë për nevojat e lagjes. Jena duke shqyrtuar cilat janë nevojat e lagjes për shkak se edhe këto afër e kena dedikuar edhe të projektuar në vitin 2024 në planifikimin e komunës, parkun e qytetit, I cili ka 15 hektar, andaj aty planifikohet të bëhet qerdha, shkolla, qendra mjekësisë familjare, andaj jena duke vlerësuar çka ka nevojë lagja brenda. Marketin e kena afër përfundimit për me realizu, dhe pjesë tjera jena duke analizuar çfarë kena me vendos për nevojat e lagjes. Është një lagje, një kompleks I cili do të përmbush gjitha nevojat për banim, siç edhe janë duke shijuar banimin banorët që janë duke banuar në kompleks. Pika kryesore, po them përveç ndërtimit që nuk diskutohet ndërtimi, është edhe lokacioni. Lokacioni shumë I favorshëm, është që ceka dhe ato është pika më e lartë e Kalabrisë, nga që ka një pamje të hapur për gjithë ndërtesat, andaj është një pikë kryesore është edhe lokacioni ku ne e kena përzgjedhur. Andaj kur thash që kena besu në këtë projekt, kena besu edhe në këtë pozitë, në këtë lokacion që kam I ofru edhe përveç jetesës të mirë, kam I jap pamjet e mira, kam I jap ndjenjen edhe të shtëpisë për shkak se edhe baneta më barë, edhe gjelbrimeve
Po një pika kryesore është lokacioni. Pikë tjetër është lidhja e shpejtë me autostradën për qasje të lehta, për vizitor, për banor. Ne kena po të rëndësishme për kompaninë që hymjet, zakonisht hymjet janë shumë glamoroze dhe janë të bukur dizajnuara, për shkak se pamja e parë që një banor ose një blerës potencial ka mu ballafaqu. Andaj na i kena rëndësi shumë hyrjeve, përveç që i kena rëndësi edhe pjesëve të brendshme të banesave, po hymin e kena dediku veçanërisht. Produktet janë punuara me dorë në çdo objekt, jo i keni edhe pamjet, kushijet janë punuar me dorë, andaj i kena shumë rëndësi hymjes më kon sa më glamoroze dhe ekskluzive. Edhe një pikë e rëndësishme që duhet me cekë që projektuesi që ka bërë projektin është në Asociacionin e Arkitektave Gjerman. Andaj edhe kjo lagje edhe shihet që ka një stil të projekteve gjermane, andaj shpesh edhe po i them klientave edhe dashamirëve që këtu është një mini Gjermani. Andaj edhe klientave ju them që e janë na vizitoni, sepse nuk do të dëshpëroni siç nuk janë dëshpëruar tjerët që janë duke banuar, edhe shijoni nga afër po them mrekullit që kena munu edhe do të munduam me i bëna.